në lidhje me këtë temë. Pra, çfarë qasje duhet të ketë bota shqiptare ndaj këtij konflikti, tashmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë thuajse me dy këmbët në një konflikt me Iranin. Po, faleminderit shumë, përshëndetje për juve dhe për teleshikues të juaj. Tani kjo fjala duhet ka zakonisht konotacion etik dhe po që sa e pam këtë ose e shohim këtë çështje në aspektin etik, atëherë përgjigjja që duhet t'japim nuk do të ishte politikisht e vlefshme ose me dobi ose benefike për popullin shqiptar. Kështu që politikisht sigurisht se ne nuk mund t'i ikim arrestimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kontributdhënësi kryesor i shtetësisë Kosovës. Kësaj gjysmë shtetësie që e kemi, por që është e vlefshme për ne dhe që shpresojmë që një ditë ta kemi full, ta kemi të gjithëmbashme. Pra politikisht, spaku institucionalisht ne duhet të rreshtohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kuptohet që në kuadër të themi shtresave të ndryshme popullore, qoftë akademike ose populli i thjesht, nuk është se jemi të gjithë në një mendje me arrestimin. Kjo ndoshta për arsye të ndryshme, ndoshta edhe për shkak të faktit që neve na brengos fakti që miku jon, mbështetësi jon kryesor, Amerika, dhe si mbështetës, si mik që kemi, ndoshta po rreket, ndoshta po futet edhe me një luftë tjetër, e cila luftë jo vetëm që është e kontestuar legalisht, etikisht, po ndoshta edhe politikisht do të jetë me pasoja për vetë mikun tonë, e kur është për pasoja për mikun tonë për Amerikën, pasoja do jenë edhe për neve si një lloj, të them kështu kushtimisht, vazali i tyne. Pra, sigurisht se ka ndër ne, ka zona që nuk janë në favor të luftës të Amerikës me Iranin, jo sepse ka ndonjë simpati, është e vërtetë se ka pas disa lloj lidhje të Iranit me Kosovën, po prapë se prapë to janë periferike.